E dini çfarë ndjenje është kur jeta juaj ndryshon plotësisht në një çast? Kur një vendim i vetëm ju çon në një botë që nuk e kishit imagjinuar kurrë? Historia e sotme është e tillë. Një histori që do t'ju mbajë të ngjitur te ekrani, që do t'ju bëjë të qani, të buzëqeshni dhe të mendoni thellë për dashurinë, sakrificën dhe guximin. Përpara se të fillojmë, dua të dëgjoj mendimin tuaj. A mendoni se dashuria e vërtet mund të lindë midis dy botëve plotësisht të ndryshme? Shkruajeni në komente. Liri mbante shtrënguar në duar një çantë të vogël të konsumuar, të njëjtën që e kishte shoqëruar në çdo udhëtim të jetës së saj. Brenda kishte vetëm pak rroba, një libër të vjetër poezish dhe një fotografi të fishkur, fotografia e vetme që kishte mbetur nga familja e saj. Ajo ishte ulur në sediljen e fundit të autobusit që po e çonte drejt aeroportit të Tiranës. Jashtë dritrares, peizazhi i njohur i Shqipërisë po largohej ngadalë dhe me të po largohej edhe e kaluara e saj. Liri Kelmendi ishte një grua 30 vjeçare nga një fshat i vogël në veri të Shqipërisë. E rritur në varfëri, kishte mësuar që nga fëmijëria se jeta nuk fal asnjë. Kishte humbur të atin kur ishte 5 vjeç. Një aksident në minjer që i kishte marrë jetën atij dhe shpresën familjes së saj. Eoma, e shkatërruar nga hidhërimi, kishte vdikur pak vite më vonë nga një sëmundje që nuk ishin mundur ta trajtonin dot për mungesë parash. Liri kishte jetuar me gjyshën e saj deri në moshën 25 vjeç. Gjyshe ishte gjithçka për të. Mësuese, nën, shoqe. Por edhe ajo u shua një dimër të ftohtë, duke e lënë Lirin plotësisht vetëm në këtë botë. Pa familje, pa punë të qëndrueshme, Liri kishte provuar të gjitha. Kishte shitur në treg, kishte pastruar shtëpi, kishte punuar në kafene. Por asnjë nga këto nuk i siguronte mjaftueshëm për të mbijetuar me dinjitet. Dhe pastaj erdhi oferta. Një shoqe e vjetër e kishte telefonuar dhe i kishte thënë: "Liri, kam një mundësi për ty në Itali. Një familje e pasur kërkon një datë për të birin e tyre. Paguajnë mirë. Ndoshta është ajo që të duhet." Liri nuk e kishte menduar 2 herë. Çfarë kishte të humbiste? Në Shqipëri nuk kishte asgjë që e lidhte, as një familje, as një ëndër të parealizuar, as një premtim. Vetëm kujtesa e një jete të vështirë dhe një zemër që donte të fillonte përsëri. Tani, ndërsa autobusi po ndalonte përpara terminalit ndërkombëtar, Liri ndjeu një val emocioni që e përmbyti. Frika, shpresa, ankthi, të gjitha së bashku. Ajo zbriti, shtrëngoi çantën dhe hyri në aeroport. Fluturimi drejt Milanos ishte i parë në jetën e saj. Liri ulej pranë dritares dhe shikonte qiellin që po e rrësoi ngadalë. Poshtë, drita e qyteteve italiane shkëlqente si yje të shpërmarrë në tokë. Një botë e re po e priste. Por çfarë bote ishte? Aeroporti i Milanos ishte një labirint i njerëzve, gjuhëve dhe tingujve. Liri ecste ngadalë, duke ndjekur shenjat drejt daljes, zemra i rrahte fort. Një makinë e zezë luksoze e priste jashtë terminalit. Një burr i veshur me kostum të zi qëndronte pranë saj, duke mbajtur një tabelë me emrin Liri Kelmendi. "Buonasera", i tha burri me një buzëqeshje të hollë. "Jam Stefano, shoferi i familjes Moretti. Mirë se vini." Liri nisi kokën e shenjë falenderimi, ndonse nuk e kuptoi plotësisht atë që kishte thënë. Italishtja saj ishte shumë e kufizuar, disa fjalë që i kishte mësuar përpara se të vinte. Ajo hyri në makinë dhe Stefano filloi të drejtonte në heshtje. Rruga nga aeroporti drejt shtëpisë së familjes Moretti ishte si një udhëtim në një botë tjetër. Liri shikonte nga dritarja, ndërtesa të larta, dyqane të ndriçuara,
njerëz që ecnin me shpejtësi. Milano ishte një qytet që nuk flinte kurrë, por ajo nuk e ndjente veten pjesë e tij. Ndihej si një vizitore në një vend që nuk e donte. Pas një ore, makina u fut në një rrugë të gjerë të rrethuar nga pemë të larta. Në fund rrugës, shfaqej një vilë madhështore, 3 kate, me mure të bardha dhe dritare të mëdha që shkëlqenin në dritën e hënës. Liri mbeti pa frymë, asnjëherë nuk ishte parë diçka të tillë. Stefano parkoi makinën dhe i hapi derën. Familja Moretti ju pret brenda. Liri zbriti dhe ecte ngadalë drejt derës kryesore. Ajo ishte dyfisht, prej druri masiv, me gdhendjet e holla që duken si vepra arti. Dera u hap dhe një grua e veshur elegantisht doli për ta takuar. "Mirë se vini, Liri," tha gruaja në italisht, por pastaj kaloi në anglisht, duke kuptuar që Liri nuk fliste mirë. "Jam Signora Beatrice, ekonomja e shtëpisë. Ju do të kujdeseni për Mateon, të birin e Signor Moretti." Liri nisi kokën dhe hyri brenda. Holli i madh ishte dekoruar me pasuri. Mermeri në dysheme, një shkallare e gjerë që çonte në katet e sipërme dhe llambadare kristali që shkëlqenin në dritën e hënës. Gjithçka ishte e përkryer, e ftohtë, e largët. "Do t'ju tregoj dhomën tuaj," tha Beatrice dhe filloi të ngjitej në shkallë. Dhoma e Lirit ishte në katin e dytë, pranë dhomës së Mateos. Ishte e vogël, por e pastër e rehatshme. Një shtrat, një tavolinë e vogël, një dritare që shikonte drejt gopshtit. Liri vendosi çantën dhe u ul në skajin e shtratit. Për herë të parë që kur kishte nisur, ndjeu lodhjen që e pushtoi. "Nesër do të takoni Mateon dhe Signor Morettin. Pushoni mirë." Ajo u largua dhe mbylli derën. Liri mbeti vetëm, dëgjoi tinguit e shtëpisë, hapa të largët, zera të ulët, muzikë lehtë që vinte nga diku. Ajo shkoi te dritarja dhe shikoi gopshtin. Pemë të mëdha, lule të kuruara me kujdes, një pishinë ndriçuar në fund. Ishte e bukur, por e ftohtë, si një tablo që mund të admirohej, por jo të jetonit atij. Ajo u kthye te shtrati dhe nxorri fotografinë e vjetër nga çanta. Shikoi fytyrën e nënës, një buzëqeshje të ngrohtë, syt plot dashuri. "Nën," murmuritja ajo, "jam këtu. Nuk e di nëse është vendimi i duhur, por do të mundohem, për ty, për gjyshen, për veten time." Ajo e vendosi fotografinë në tavolinë dhe u shtrua. Jashtë, qyteti i Milanos vazhdonte të jetonte, por Liri ishte tashmë në një botë tjetër, një botë që ende nuk e njihte. Të nesërme në mëngjes, Liri u zgjua me rrezet e para të diellit. Kishte fjetur pak, mendimet e natës e kishin mbajtur zgjuar. Ajo u ngrit, u vesh dhe zbriti në kuzhinë, ku Beatrice po përgatiste mëngjesin. "Buongiorno," tha Beatrice. "Signor Moretti do të vijë pas pak, por para se ta takoni, dua t'ju çoj te Mateo." Liri e ndoqi në korridor dhe ngjitën në katin e tretë. Beatrice trokiti në një derë dhe e hapi ngadalë. Dhoma ishte e madhe, plot me lodra, libra dhe piktura që Mateo kishte bërë. Në mes të dhomës, ulur në dysheme, ishte një djalë i vogël, 5 ose 6 vjeç, me flokë të zinj dhe sy të mëdhenj kafe. "Mateo," tha Beatrice but. "Kjo është Liri. Ajo do të kujdeset për ty." Djaloshi e qikoi Lirin me kurreshtje, por nuk tha asgjë. Liri u ul në gjunjë dhe i buzëqeshi. "Ciao, Mateo," tha ajo në italisht, duke u munduar të tingëllonte but. "Si je?" Mateo nuk u përgjigj. Ai vazhdoi të luante me makinën e tij të vogël sikur Liri nuk kishte atje. Beatrice u përshpëriti Liris. Ai nuk flet shumë, që kur nëna e tij vdiq, është bërë shumë i mbyllur. Babai i tij, Signor Moretti, është gjithmonë i zënë me punë. Mateo ka nevojë për dikë që ta kuptojë. Liri ndjeu një dhimbje në zemër. Ky fëmijë i vogël kishte humbur nënën,
ashtu si ajo kishte humbur të tijen. Ajo e kuptonte dhimbjen e tij më mirë se kushdo. Mateo, tha ajo sërish, a dëshiron të luajmë së bashku? Për një moment Mateo e shikoi Lirin. Pastaj ktheu kokën dhe vazhdoi të luante me makinën e tij të vogël, sikur Liri nuk ishte atje. Por Liri nuk u dorëzua. Ajo u ul në dysheme pranë tij dhe filloi të ndërtonte me bloqet e tij të ndërtimit. Ngadalë, Mateo filloi të vërente. Dhe pas disa minutash, ai u dha një blok Liris. Ishte fillimi i diçkaje. Një lidhje e vogël, e cënueshme, por e vërtet. Mbrëmjen e asaj dite, Liri e takoi për herë të parë Alessandro Moretin. Ajo ishte në dhomën e Mateos, duke i lexuar një përrall para se të flinte. Dëgjoi hapa të rënda në korridor dhe dera u hap. Një burr i lartë me kostum të zi dhe pamje të rrept hyri brenda. Ai kishte flokë të shkurtër të zinj, sy të kaltër të ftohtë dhe një fytyrë që nuk shfaqte emocione. Ju jeni dadoja e re? Pyeti ai në anglisht, pa u prezantuar. Liri u ngrit menjëherë. Po, signor Moreti. Jam Liri. Ai e shikoi me vëvendje, jo me dashuri, por me një lloj kontrolli, sikur po vlerësonte nëse ajo ishte e përshtatshme për detyrën. Mateo ka nevojë për stabilitet, tha i ftohtë. Nuk dua që ai të lidhet me dikë që do të largohet pas disa muajsh. Nëse vendosni të qëndroni, duhet të jeni të përkushtuar plotësisht. Unë jam e përkushtuar, tha Liri me vendosmëri, ndonse zemra i rrahte fort. Alessandro tundi kokën. Mirë, do të shohim. Ai u afrua Mateos, i preku flogët në kokë dhe tha: Buonanotte, figlio mio. Mateo e shikoi, por nuk tha asgjë. Alessandro u largua pa thënë asgjë tjetër. Liri mbeti e habitur. Ai burr ishte i ftohtë, i largët, sikur nuk dinte si të lidhej me të birin. Ajo ndjeu një trishtim të thellë, jo për veten, por për Mateon. Ky fëmijë kishte humbur nënën dhe kishte një baba që nuk dinte si t'i tregonte dashuri. Ditët e para në shtëpinë Moreti ishin të vështira për Lirin. Stafi i shtëpisë, Beatrice, Stefano dhe dy pastrueset e shikonin me dyshim. Ata ishin mësuar me një rend të caktuar dhe Liri ishte një prezencë e re, e panjohur. Sa kohë mendon se do të qëndroj? Dëgjoi Liri një ditë ndërsa Beatrice po fliste me një nga pastrueset. Jo shumë, tha pastruesi. Signor Moreti është shumë i vështirë, asnjë dad nuk ka qëndruar më shumë se 6 muaj. Liri nuk tha asgjë, por fjalët e tyre i mbetën në mendje. A ishte vërtet kaq e vështirë të qëndronte këtu? Por çdo ditë Liri po krijonte një lidhje më të fortë me Mateun. Ai filloi të hapej ngadalë, të qeshte më shpesh, të fliste më shumë. Ata kalonin orë të tëra së bashku, luanin në kopësht, lexonin libra, pikturonin. Liri zbulai se Mateo kishte një talent të jashtëzakonshëm për pikturën. Vizatimet e tij ishin plot ngjyra dhe emocione. Mateo, ti je shumë i talentuar, i tha Liri një ditë ndërsa po shikonin një pikturë që ai kishte bërë. Djaloshi e shikoi me sy të mëdhenj. Mama, më pëlqente pikturën time, tha ai me një zë të vogël. Liri ndjeu një nyj në fyt. Ajo do të ishte shumë krenar për ty. Mateo buzëqeshi, për herë të parë që kur Liri kishte ardhur. Një mbrëmje, Alessandro u kthye në shtëpi më herët se zakonisht. Ai erdhi në kopësht ku Liri dhe Mateo po luanin me top. Papa! Bërtiti Mateo dhe vrapoi drejt tij. Alessandro e përqafoi, por shpejt e la. Mateo, ke mbaruar detyrat? Po, papa. Mirë, shko në dom dhe përgatitu për darkë. Mateo u largua, duke lënë Lirin dhe Alessandron vetëm. Alessandro e shikoi Lirin. Ai po bëhet shumë i lidhur me ju, tha ai. Nuk është keq të lidhesh me dikë, ju përgjigj Liri. Është nëse ajo person largohet, tha Alessandro ftohtë. Nuk dua që Mateo të lëndohet përsëri. Nuk kam për qëllim ta lë, tha Liri me guxim. Alessandro e shikoi për një moment të gjatë,
sikur po përpiqej të lexonte mendjen e saj. Pastaj, u kthye dhe u largua pa thënë asgjë tjetër. Por diçka kishte ndryshuar. Për herë të parë, Alessandro po e shihte Lirin, jo si një punonjëse, por si dikush që mund të bënte ndryshim në jetën e të birit. Beatrice kishte punuar për familjen Moretti për 10 vjet. Ajo e konsideronte veten si pjesë e familjes dhe kishte shpresuar se një ditë Alessandro do të vinte re devotshmërinë e saj. Por tani, me ardhjen e Lirit, ajo ndjente se po humbiste rëndësinë. Një ditë, Beatrice shkujta Alessandro në zyrën e tij. "Signor Moretti, dua të flas me ju për Lirin." Alessandro ngriti syt nga dokumentet. "Çfarë ka?" "Ajo po e bën Mateon shumë të varur prej saj, nuk është e shëndetshme." Alessandro e shikoi me dyshim. "Mateo është më i lumtur se sa ka qenë prej vitesh, çfarë problemi keni me këtë?" Beatrice nënshtuaj. "Ajo nuk e njeh kulturën tonë, nuk është nga dota jon. Si mund t'i mësoj Mateos vlerat që duhet?" Alessandro u ngrit dhe e shikoi Beatricen drejt për drejt. "Beatrice, ju keni qenë shumë e vlefshme për familjen time, por Liri po bën punën e saj mirë. Mos e vini në pyetje këtë." Beatrice doli e zemëruar. Ajo e dinte se po humbiste kontrollin dhe nuk kishte për t'ia falur Lirit. Një natë, një sturm e fortë goditi Milanon. Era u lërinte dhe shiu binte me forcë. Liri ishte në dhomën e saj, duke përpiqur të flinte, kur dëgjoi një trokitje në derë. Ajo e hapi, dhe pa Matemo duke qëndruar atje, me syt plot. "Kam frikë," tha ai, me zë të druajtur. Liri e mori në krah dhe e çoi në shtrat. "Mos u trem, Mateo, jam këtu." Ajo i këndoi një këngë të vjetër shqiptare që gjyshja e saj ja këndonte kur ishte e vogël. Mateo gradualisht u qetësua dhe ra në gjumë në krahët e saj. Por në mes të natës, Alessandro erdhi për ta kontrolluar të birin. Ai hapi derën dhe pa Mateon duke fjetur në krahët e Lirit. Për një moment, ai mbeti pa lëvizshëm. Kishte vite që nuk e kishte parë Mateon kaq të qetë. Ky fëmijë që kishte humbur nënën, që kishte vuajtur aq shumë, tani po gjente paqe në krahët e një gruaje që sapo kishte ardhur në jetën e tyre. Alessandro ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh, një ndjenjë të ngrohtësisë, të mirënjohjes dhe diçka tjetër që nuk e kuptonte ende. Ai u largua ngadalë, duke mbyllur derën me kujdes. Një mbrëmje, Liri dhe Mateo shkuan në parkun pranë shtëpisë. Mateo po luante me top kur një djalë tjetër erdhi dhe ja mori. "Jep ma topin," tha Mateo. "Jo, tani është i imi," tha djali tjetër. Një brua erdhi dhe e shikoi Lirin me përbuzje. "Kush jeni ju?" "Jam dadoja e Mateos," tha Liri me edukat. "Dadoja?" tha gruaja me ironi. "Një e huaj që kujdeset për një fëmijë italian? Çfarë bote?" Liri ndjeu një val zemërimi, por nuk tha asgjë. Ajo mori Mateon nga dora dhe u largua. Në rrugën për në shtëpi, Mateo e shikoi Lirin. "Liri, pse ajo gruaja ishte e keqe me ty?" "Sepse njerëzit ndonjëherë kanë frikë nga ata që janë të ndryshëm, por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndryshojmë atë që jemi." Mateo e kapi dorën e Lirit. "Unë të dua, Liri." Ato fjale prekën Lirin më thellë se çdo gjë tjetër. Ajo kishte gjetur diçka që kishte humbur prej vitesh, një qëllim, një lidhje, një dashuri. Një javë më vonë, Alessandro ftoi Lirin dhe Mateon për darkë në dhomën e ngrënies kryesore, diçka që nuk ishte ndodhur kurrë më parë. Zakonisht, Liri hante në kuzhinë me stafin. Tavolina ishte e stolisur me qirinj dhe lule. Alessandro ishte veshur me një kostum elegant dhe Mateo kishte veshur një këmishë të vogël të bardhë. "Dëshiroj të falenderoj Lirin për gjithçka që ka bërë për Mateon," tha Alessandro ndërsa po hanin. "Ai ka ndryshuar shumë që kur ju keni ardhur." Liri u kuqe. "Faleminderit, signor Moretti. Mateo është një fëmijë i mrekullueshëm." "Thirrëm Alessandro," tha i papritur. "Nuk duhet të jemi aq formal." Liri nisi kokën, e befasuar nga ndryshimi në tonin e tij. Pas darkës, Alessandro i kërkoi Lirit
të qëndronte për një moment. Mateo kishte shkuar të luante. Liri, tha Alessandro, dua të dini se ju keni bërë një ndryshim të madh në jetën tonë. Nuk jam mësuar të shpreh ndjenjat e mia, por jam mirënjohës. Liri e shikoi dhe për herë të parë pa diçka në sytë e tij. Një ngrohtësi, një dobësi që ai po përpiqej të fshihte. Faleminderit, tha ajo but. Atë natë, diçka kishte ndryshuar midis tyre. Një lidhje e vogël e paqartë, por e vërtet po fillonte të formohej. Ditën tjetër, ndërsa Mateo flinte gjumë pasdite, Alessandro e gjeti Lirin duke lexuar në kopsht. Ajo ishte ulur në një stol pranë pishinës, me një libër poezish në duar. "Çfarë lexoni?" pyeti ai duke ulur pranë saj. "Poezi shqiptare," tha Liri. Ishte libri i preferuar i gjyshes sime. Alessandro mori librin dhe e shikoi. Ndonse nuk kuptonte gjuhën, mund të ndjente thellësinë e fjalëve. "Mi lexoni një?" Liri hezitoi, pastaj filloi të lexonte me zë të butë. Ishin vargje për dashurinë, për humbjen, për shpresën. Zëri i saj ishte melodioz, plot emocione. Kur mbaroi, Alessandro mbeti në heshtje për një moment. "Është e bukur. Edhe pse nuk e kuptoj gjuhën, mund të ndjej atë që thot. Kjo është fuqia e poezisë, kalon çdo gjuhë, çdo kufi." Alessandro e shikoi. Ashtu si dashuria. Liri ndjeu zemrën duke i rrahur fort. Apo fliste ai për dashuri, apo ishte vetëm imagjinata e saj? "Alessandro," tha ajo ngadalë, "pse jeni gjithmonë aq i mbytur në punë? Pse nuk kaloni më shumë kohë me Mateon?" Alessandro u ul më në thellësi në stol. "Sepse puna më mban të zënë, më pengon të mendoj. Të mendoj për çfarë? Për të kaluarën, për gruan time, për faktin që nuk mund ta kthej atë që kam humbur." Liri vendosi dorën e saj mbi dorën e tij. "Nuk mund ta kthesh të kaluarën, Alessandro, por mund të jetosh të tashmen. Mateo ka nevojë për ju tani, jo nesër, jo vitin e ardhshëm, por tani." Alessandro e shikoi dorën e saj mbi të tien. Ishte hera e parë që dikush i fliste kështu, jo me fjalë ngushëlluese bosh, por me të vërtetën e papërpunuar. "E di," tha ai, "por kam frikë." "Frikë nga çfarë?" "Se do ta zhgënjej, sikur se kam zhgënjyer të tjerët." "Ju nuk keni zhgënjyer askënd," tha Liri me forcë. "Jeni një baba i mirë. Thjesht duhet ta besoni veten." Ata qëndruan atje për orë të tëra, duke folur për jetën, për ëndrat, për frikrat. Ishte fillimi një lidhjeje që do të ndryshonte gjithçka. Javën vijuese, Alessandro bëri diçka që nuk kishte bërë prej vitesh. Mori një ditë lirë nga puna. Ai i propozoi Lirit dhe Mateos të shkonin në një piknik në liçenin Como. "Vërtet?" tha Mateo me sy të shkëlqyer. "Po shkojmë në piknik?" "Po, figlio mio," tha Alessandro duke i përshkruar flokët. "Vetëm ne tre." Ata nisën në mëngjes të hershëm. Makina e zezë e Alessandros drejton nëpër rrugë malore të bukura, me pemë të dendura në të dyja anët. Mateo këndonte këngë në sediljen e pasme, ndërsa Liri dhe Alessandro flisnin dhe qeshnin. Kur arritën në liçen, pamja ishte mahnitse. Uji i kthjellët shkëlqente në diell dhe male të mëdha rrethonin liçenin. Alessandro kishte sjell një shport me ushqime, mish të pjekur, djath, bukë të freskët, fruta dhe verë. Ata shtri një batanie në barin e gjelbër pranë ujit. Mateo vrapoi menjëherë drejt liçenit dhe filloi të mbledh guralec. "Ai është aq i lumtur," tha Liri duke i shikuar. "Faljush," tha Alessandro duke i shtrënguar duart. "Ju e keni bërë të buzëqesh përsëri." Liri u kthye dhe shikoi Alessandron. "Jo vetëm unë, edhe ju." Ai po shes se babai i tij po bëhet më i pranishëm. Ata hëngrën, qeshën dhe luajtën me Mateon. Ishte një ditë e përsosur. Një ditë ku nuk kishte shqetësime, nuk kishte detyrime, vetëm lumturi e pastër. Në mbrëmje, ndërsa po ktheheshin,
Mateo ra në gjumë në sedilen e pasme. Liri dhe Alessandro ecni në heshtje të këndshme. Faleminderit për këtë ditë, tha Liri. Faleminderit juve, tha Alessandro, për çdo gjë. Natën pas piknikut, Liri shkrui një letër në ditarin e saj, një ditar që kishte mbajtur që kur ishte fëmijë. Ajo shkruante: Nuk e di se çfarë po ndodh me mua. Kam filluar të ndjej diçka që nuk kam ndjer kurrë më parë. Alessandro është një njeri i vështirë për të kuptuar, i ftohtë në sipërfaqe, por i thyer poshtë. Ai ka vuajtur aq shumë dhe unë dëshiroj ta ndihmoj të shërohet. Por a është kjo mëshirë apo është diçka më shumë? Kam frikë. Jam vetëm një dado. Ai është një milioner, një njeri nga një botë tjetër. Por kur jemi së bashku, nuk ndihen këto diferenca. Ndihemi si dy shpirtra që po përpiqen të gjejnë rrugën e tyre në errësirë. Çfarë do të ndodhë nëse i tregoj atij? Çfarë nëse ai nuk ndan të njëjtat ndjenja? Do të duhet të largohem. Dhe nuk mund ta imagjinoj jetën pa Mateon, pa këtë shtëpi që është bërë shtëpia ime. Por, më e keqja, nuk mund ta imagjinoj jetën pa Alessandron. Ajo mbylli ditarin dhe vendosi në një stëk. Jashtë dritares, yjet shkëlqenin në qiellin e errët, dhe Liri u lut në heshtje që zemra e saj të mos e tradhtonte. Një mëngjes, një grua elegante mbërriti në vilë. Ajo ishte Izabela, motra e Alessandros, një grua e bukur në të 40-tat, me flokë të kuq dhe sy të mprehta. Alessandro, bërtiti ajo duke e përqafuar vëllan. Më ke munguar. Edhe ti, Izabela, tha Alessandro duke buzëqeshur, një buzëqeshje të rrallë që Gjiri e kishte parë pak herë. Izabela e shikoi Lirin me kureshtëri. Dhe kjo duhet të jetë dadoja e re që të gjithë po flasin? Po, jam Liri, është kënaqësi t'ju takoj. Izabela e shikoi me vëmendje. Kam dëgjuar gjëra të mira për ju. Mateo të ka shumë të dashur. Në darka të mbrëmje, Izabela filloi të bënte pyetje. Pra Liri, nga jeni ju? Nga Shqipëria. Dhe familja juaj? Kam humur prindrit kur isha e re. U rrita me gjyshen time, por edhe ajo vdiq. Izabela tundi kokën me simpati. Më vjen keq. Ka qenë e vështirë. Po, por kam mësuar të jem e fortë. Izabela e shikoi Alessandron. Ajo është shumë e ndryshme nga Giulia. Alessandro u ngurtësua. Giulia, gruaja e tij e ndjer. Ishte era e parë që dikush e përmendi emrin e saj me zë të lartë në muajt e fundit. Giulia ishte veçantë, vazhdoi Izabela, por edhe ti Liri, ke diçka unike. Mund ta shoh në sytë e vllait tim që ti ke bërë një ndryshim. Liri u kuqe dhe nuk diti se çfarë të thoshte. Pas darkës, Izabela e mori Alessandron më njanë. Vëlla, a je i vetëdijshëm për atë që po ndodh? Për çfarë po flet? Pyeti Alessandro. Ti je duke u dashuruar me të, tha Izabela thjesht. Alessandro heshti, nuk mund ta mohonte. Dhe ajo me ty, vazhdoi Izabela. E shoh në mënyrën se si të shikon, por pyetja është, çfarë do të bësh me këtë? Alessandro shikoi nga dritarja ku Liri po luante me Mateon. Nuk e di, kam frikë. Frikë nga çfarë? Se do ta lëndoj, se do ta zhgënjej, sikur se kam bërë me të tjerët. Izabela e vuri dorën në supë. Alessandro, ti nuk ke zhgënjyer askënd. Giulia vdiq për shkak të një fataliteti mjekësor, jo për shkak tënde. Është koha të falësh veten dhe të lejosh dashurinë të hyjë përsëri në jetën tënde. Por jo të gjithë ishin të lumtur me ndryshimet që po ndodhnin në shtëpi. Stefano, shoferi, dhe Maria, njëra nga pastrueset, po flisnin në kuzhinë. Ajo ka bërë që sinjor Moretti të ndryshojë plotësisht, tha Maria. Nuk është më i njëjti burr. Dhe a është kjo keq? Pyeti Stefano. Po, sepse çfarë do të ndodhë kur ajo të largohet? Do të kthehet përsëri në njeriun e ftohtë që ishte? Dhe Mateo, ai do të shkatrohet. Stefano mendoi. Apo ndoshta ajo nuk do të largohet. Ndoshta ajo është ajo që kjo familje ka pasur nevojë prej kohësh. Maria tundi kokën.
ti je shumë optimist. Unë them se kjo do të përfundoj keq. Por pavarësisht nga dyshimet, Liri vazhdoi të punonte me përkushtim. Ajo nuk dinte për bisedat që bëheshin prapa shpinës së saj, dhe nuk dinte se Beatrice, e cila tani punonte për një familje tjetër, po planifikonte hakmarrjen e saj. Javët kalonin dhe lidhja mes Lirit dhe Alessandros po bëhej gjithnjë më e fortë. Ata kalonin kohë së bashku, duke folur për Mateun, por edhe për jetën, për ëndrat, për të kaluarën. Një mbrëmje, Alessandro e gjeti Lirin duke qarë në dhomën e saj. Ai trokiti dhe hyri. "Çfarë ka?" pyeti ai. "Asgjë," tha Liri, duke u përpjekur të fshijë lotët. "Mos më gënjeni," tha Alessandro duke ulur pranë saj. "Mund të më besoni." Liri e shikoi. "Sot është ditëlindja e së ëmës sime. Ajo vdiq kur isha e re. E mungon më shumë se sa mund të përshkruaj." Alessandro e kapi dorën e saj. E kuptoi, kam humbur edhe unë njerëz që doja. Ata qëndruan në heshtje për një moment. Dhe pastaj, pa e menduar, Alessandro e përqafoi Lirin. Ishte një përqafim i sinqert, i ngrohtë, i papritur. Liri ndjeu zemrën e saj duke rrahur fort. Ajo nuk e kishte menduar kurrë se do të ndjente kështu për Alessandron. Por tani, në krahët e tij, ndihej e sigurt, e dashur. Ata u ndan ngadalë dhe u shikuan në sy. Diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Pak ditë më vonë, Alessandro i propozoi Lirit diçka të papritur. "Ka një shfaqje opere në Teatro alla Scala. Do të vini me mua?" Liri ishte habitur. "Unë? Por nuk di asgjë për operën." "As unë nuk dija gjithçka kur shkova për herë të parë," tha Alessandro duke buzëqeshur. "Por është diçka që duhet përjetuar." Atë mbrëmje, Liri veshi fustan më të bukurin që kishte, një fustan të thjeshtë të zi që Alessandro ja kishte blerë si dhuratë. Ajo e shikoi veten në pasqyrë dhe me zi e njohu veten. Ndihej si në një përrall. Kur zbritën nga makina përpara teatrit, Liri mbeti pa frym. Teatri ishte madhështor, me kolonat e mëdha, shkallët të gjëra dhe njerëz të veshur elegantisht kudo. "Jeni nervoz?" pyeti Alessandro duke i ofruar kraun. "Pak," pranoi Liri. "Mos u shqetësoni. Jeni më e bukura nga të gjithë këtu." Opera ishte La Traviata, një histori dashurie, sakrifice dhe tragjik. Ndërsa muzika mbushte teatrin, Liri ndjeu lotë duke i rrjedhur. Historia e gruas që donte aq shumë, sa që u sakrifikua për të dashurin e saj, e preku zemrën thellë. Alessandro e vuri re dhe pa fjalë i dha një shami. Duart e tyre u prekën për një moment, një prekje e vogël, por plot me domethënie. Pas shfaqjes, ata ecën nëpër rrugët e ndriçuara të Milanos. Era e natës ishte e freskët dhe e këndshme. "Çfarë menduat?" pyeti Alessandro. "Ishte mahnitëse," tha Liri, por edhe e trishtuar. Ajo grua donte aq shumë, por nuk mund të ishte e lumtur. "Sepse dashuria nganjëherë kërkon sakrificë," tha Alessandro. "Por pyetja është, a vlen të bësh atë sakrificë?" Liri e shikoi. "Mendoj se po, nëse dashuria është e vërtetë." Ata ndaluan pra një fontane. Drita e hënës shkëlqente mbi ujin. Alessandro e shikoi Lirin për një moment gjatë. "Liri," tha ai ngadalë, "ka diçka që dua t'ju them prej kohësh." Zemra e Lirit filloi të rrahet fort. "Çfarë?" Por përpara se Alessandro të mund të fliste, telefoni i tij u vu. Ishte një emergjencë nga kompania. Ai shikoi të zhgënjur. "Më falni, duhet ta marr." Momenti ishte humbur. Beatrice, e cila tani punonte për një familje tjetër, nuk ishte harruar. Ajo kishte dëgjuar për mbrëmjen e opera. Thashë themet u tonin shpejt në rrafët e shërbëtorëve të pasurve milanez. Ajo telefonoi një gazetar me cilin kishte lidhje. "Kam një histori që do t'ju interesoj," tha ajo. Alessandro Moretti, milioner i njohur, po lidhet me dadonet i shqiptare. Një grua pa arsim, pa kulturë, që po përpiqet të kapë një burr të pasur. Gazetari u interesua më njëherë. "A ke një prova?" "Do t'ju nërgoj fotografi," tha Beatrice me një buzëqeshje të keqe. Ajo kishte marrë fotografi të Lirit dhe Alessandros duke dalë nga opera, fotografi që dukeshin më intime se sa ishin në të vërtetë. Një javë më vonë, artikulli u botua. Titulli ishte sensacionalist. "Milioneri Moretti më i gjepsur nga dadoja shqiptare. Dashuria apo llogaritje?" Artikulli ishte plot me spekulime dhe gjysmë të vërteta.
Ai paraqiste Lirin si një grua oportuniste që po shfrytëzonte dobësinë emocionale të Alessandros. Kur Liri para artikullin e gazeta, ndjeu se toka po I hapej nën këmbë. Ajo nuk e besonte, si mund të shkruanin gjëra të tilla. Alessandro ishte I zemëruar, ai firi menjëherë avokatët e tij. Dua që kjo gazetë të tërhiqet menjëherë. Është shpifje e pastër. Por dëmtimi ishte bërë. Njerëzit po flisnin, miqtë e Alessandros po telefononin, disa me shqetësim, të tjerë me kurreshti. Isabela erdhi në vila të ditë. Alessandro, kjo është serioze, duhet të merrni masa. E di, tha Alessandro, por nuk dua që Liri të vuaj për shkak të kësaj. Isabela e shikoi. Por çfarë janë vërtet ndjenjat e tua për të? Nëse është vetëm një marrëdhënie pune, atëherë mund të sqarohet lehtë. Por nëse është diçka më shumë, Alessandro heshti, nuk dinte çfarë të thoshte. Liri vendosi se nuk mund të qëndronte më. Ajo filloi të bënte valixhet. Alessandro erdhi në dhomën e saj. Çfarë po bëni? Jam duke u larguar, tha Liri duke qarë. Nuk mund të qëndroj më këtu, po shkaktoj shumë probleme për ju dhe për Mateon. Jo, tha Alessandro me forcë. Ju nuk po shkaktoni probleme. Kjo është vepra e njerëzve të zi që janë xheloz. Por, çfarë nëse ata kanë të drejtë? Tha Liri. Çfarë nëse unë jam thjesht një datë që ka kaluar kufit? Çfarë nëse... Alessandro e kapi nga krahët. Dëgjoni me vëmendje. Ju nuk jeni vetëm një dadë. Ju jeni gruaja që ka bërë që kjo shtëpi të ndihet përsëri si shtëpi. Ju jeni gruaja që ka bërë që I biri im të buzëqesh përsëri. Ju jeni gruaja që ka bërë që zemra ime të rrah përsëri. Liri e shikoi me sy plot lot. Alessandro, unë jam dashuruar me ju, Liri, tha ai, fjalët duke I rrjedhur përfundimisht lirshëm. E di që është e çmendur, e di që jemi nga botë të ndryshme, por nuk mund ta mohoj më. Liri nuk mund të besonte atë që po dëgjonte. Ti më do? Po, tha Alessandro. Të dua, dhe nëse ti nuk ndan të njëjtat ndjenja do ta kuptoj. Por të lutem, mos largo për shkak të njerëzve të tjerë. Largo vetëm nëse vërtet nuk dëshiron të qëndrosh. Liri qarë dhe e përqafoi. Edhe unë të dua, Alessandro. Kam pasur frikë ta pranoj, por të dua aq shumë sa më dhemb. Ata qëndruan të përqafuar për një kohë të gjatë, duke ndarë në fund të vërtetën që kishin fshehur për aq kohë. Por duhej t'ia thonin Mateos, si do të reagonte. Ata u ulën me të një pasdite në kopshtin. Mateo po pikturonte, një nga aktivitetet e tij të preferuara. Mateo, filloi Alessandro. Ka diçka që dua të them. Mateo ngriti kokën. Çfarë, papa? Liri dhe unë, ne duam njëri tjetrin. Jo vetëm si miq, por diçka më shumë. Si mendon për këtë? Mateo I shikoi të dy. Pastaj një buzëqeshje e madhe u shfaq në fytyrën e tij. Kjo do të thotë se Liri do të jetë mama ime? Liri qarë nga gëzimi. Nëse ti dëshiron? Po, bërtiti Mateo, dhe u vërsul në krahët e të dyve. Unë dua që ju të jeni së bashku. Dua që të jemi një familje e vërtet. Ishte momenti më I ëmbël. Ata ishin bërë një familje. Një familje e ndërtuar jo nga gjaku, por nga dashuria. Por Beatrice nuk kishte mbaruar. Kur dëgjoi se Alessandro dhe Liri kishin zyrtarizuar marrëdhënien e tyre, ajo u zemërua edhe më shumë. Ajo kontaktoi një detektiv privat. Dua që të investigosh për Liri Kelmendi. Gjej gjithçka për të kaluarën e saj, çdo sekret, çdo gjë që mund të përdoret kundër saj. Detektivi filloi punën, dhe pas javësh kërkimi, gjeti diçka. Diçka që Liri e kishte fshehur me kujdes. Liri kishte një sekret që nuk ja kishte thënë askujt, as Alessandros. Kur ajo ishte 20 vjeç, kishte pasur një marrëdhënie me një djalë nga fshati. Ajo kishte mbetur shtatzën, por kishte humbur fëmijën në muajin e tretë, një abort spontan që e kishte shkatruar. Por jo të gjithë ishin të lumtur me lidhjen e re mes Liris dhe Alessandros. Beatrice kishte vërejtur dhe xhelozia e saj po bëhej e padurueshme. Një ditë, ajo vendosi të vepronte. Ajo kontaktoi një gazetar të njohur në Milano dhe I dha një histori. Një histori për një dadh të huaj
që po manipulonte një milioner italian për para. Gazeta botoi artikullin një të diel në mëngjes. Titulli lexonte: Milioneri i Milanos manipuluar nga dadoja shqiptare. Alessandro pa artikullin dhe u zemërua aq shumë sa që thiri menjëherë gazetarin, por dëmtimi ishte bërë. Historia u përhap shpejt dhe thashetheme filluan të qarkullonin. Liri ishte shkatruar. Ajo nuk e kuptonte pse dikush do të bënte diçka të tillë. Por Beatrice e shikonte me një buzëqeshje të vogël triumfuese. Alessandro zbuloi se Beatrice ishte ajo që kishte dhënë informacionin te gazeta. Ai e thirri në zyrën e tij. Si guxuat, bërtiti ai. Si guxuat të bëni diçka të tillë? Unë e bëra për ju, tha Beatrice duke qarë. Ajo grua nuk është e mirë për ju. Ajo po ju përdor. Ju nuk dini asgjë, bërtiti Alessandro. Liri është groja më e sinqertë që kam takuar ndonjëherë. Dhe ju jeni pushuar. Largohuni nga kjo shtëpi. Beatrice u largua duke qarë, duke realizuar se kishte humbur gjithçka. Atë mbrëmje, Alessandro shkoi te Liri, e cila ishte duke bërë valixhet. "Çfarë po bëni?" pyeti ai. "Jam duke u larguar," tha Liri duke qarë. "Nuk mund të qëndroj më këtu, po shkaktoj shumë probleme." "Jo," tha Alessandro duke kapur për dorë. "Ju nuk po shkaktoni probleme, ju po na dhuroni jetë." Ai e shikoi në sy. "Liri, unë jam dashuruar me ju. E di që është e çmendur, e di që jemi nga botë të ndryshme, por ju keni bërë që zemra ime të rrahë përsëri. Ju keni bërë që Mateo të buzëqesh përsëri. Ju keni sjell dritë në këtë shtëpi të errët." Liri qari. "Edhe unë të dua, Alessandro, por kam frikë. Kam frikë se kjo nuk do të funksionoj." "Do të funksionoj," tha Alessandro, "sepse ne do ka bëm të funksionoj, së bashku." Ai e puthi për herë të parë. Një puthje të butë, plot dashuri dhe premtim. Liri ndjeu se bota po rrotullohej. Kjo ishte dashuria që kishte ëndëruar gjithmonë, por nuk e kishte besuar se do të gjente. Javët vijuese ishin më të lumturat në jetën e Lirit. Ajo dhe Alessandro kalonin kohë së bashku, shotitje në Milano, darka romantike, momente të qeta në kopësht ndërsa Mateo luante. Mateo ishte i lumtur të shihte të atin të buzëqeshte përsëri. Ai e kishte pranuar Lirin si pjesë të familjes dhe shpesh thoshte: "Liri, a mund të jesh mama ime?" Liri e përqafonte dhe thoshte: "Unë do të jem gjithmonë këtu për ty, Mateo." Alessandro filloi ta merrte Lirin në ngjarje sociale, galeri arti, koncerte, grumbullime të biznesit. Njerëzit flisnin, por atij nuk interesonte. Ai e donte Lirin dhe donte që e gjithë bota ta dinte. Por jeta nuk është kurrë që thjesht sa duket, dhe një sekreti nga e kaluara po afroi që të shkatronte gjithçka. "Atëherë sille këtu," tha Alessandro. "Le ta trajtojmë në Milano, do të kujdesemi për të." Liri mbeti pa fjalë. "Alessandro, ti do të bëje këtë për mua?" "Do të bëja gjithçka për ty," tha ai. Liri u kthye në Milano duke sjellë me vete të atin. Alessandro kishte organizuar gjithçka, një dhomë për të në vil, mjekët më të mirë, kujdesin e nevojshëm. Kur Mateo e pa Lirin, vrapoi dhe e përqafoi. "Liri, më mungove aq shumë." "Edhe ti më mungove, Mateo," tha Liri duke qarë nga gëzimi. Alessandro e përqafoi dhe i pëshpëriti. "Mirë se erdhe në shtëpi." Shtëpia nuk ishte më vetëm një vend, ishte bërë një familje. Por një sekreti tjetër po priste të dalë në dritë. Një mbrëmje, ndërsa Liri po organizonte dokumentet e Alessandros për një takim biznesi, gjeti një dosje të vjetër. Brenda kishte letra dhe fotografi të gruas së tij të ndjer, nënës së Mateos. Ajo lexoi letrat dhe zbuloi diçka të frikshme. Gruaja e Alessandros nuk kishte vdekur nga një sëmundje siç i kishin thënë të gjithëve. Ajo kishte vdekur duke lindur Mateon dhe Alessandro e fajsonte veten për këtë. Ai kishte kërkuar që ajo të linde në shtëpi me një mjek privat dhe diçka kishte shkuar keq. Liri ndjeu një dhimbje të thellë për Alessandron. Ai kishte mbajtur këtë faj për vite të tëra. Asnjë gjë çudi që ishte bërë aq i ftoftë dhe i largët. Ajo shkoi tek ai atë natë. "Alessandro, e di të vërtetën." Ai e shikoi dhe syt u mbushën me lot. "E di se çfarë kam bërë. E di se është faji im." "Jo," tha Liri duke përqafuar, "nuk është faji yt. Ishin rrethana jashtë kontrollit tënd. Nuk mund të vazhdosh të jetosh me këtë faj."
Alessandro qau për herë të parë që prej vitesh, dhe Liri e mbajti duke i treguar se nuk ishte vetëm më. Në përvjetorin e një viti, që kur Liri kishte ardhur në Itali, Alessandro organizoi një darkë të veçantë. Ai e çoi Lirin në një restorant në maj të një kodre që shikonte Milanon. Pamja ishte mahnitëse, drita e qytetit shkëlqente si yje. Pas darkës, Alessandro u gjynjëzo. Liri, ti më ke dhënë gjithçka që kisha humbur. Dashuri, shpresë, një familje të vërtet. A do të më bësh nderin të bëhesh gruaja ime? Liri qau dhe tha, po do të martohem me ty. Ai vuri një unaz të bukur në gjinjsht dhe e puthi. Ishte momenti më i lumtur i jetës së tyre. Dasma u mbajt në një vilë të vjetër në afërsi të Torinit. Ishte një ceremoni e bukur, e thjesht, për plot dashuri. Liri kishte një fustan të bardhë të thjesht dhe Alessandro kishte një kostum elegant. Matteo ishte djali i unazave dhe buzëqeshte me krenari. Babai i Lirit ishte atje, me lot gëzimi. Edhe disa miq nga Shqipëria kishin ardhur. Kur Alessandro dhe Liri thanë po, të gjithë duartrokitën. Ishte një moment magjik. Muajt kalonin dhe jeta e tyre ishte plot lumturi. Liri dhe Alessandro kishin ndërtuar një familje të vërtet. Matteo ishte duke u rritur i lumtur dhe i shëndetshëm. Babai i Lirit po shërohej ngadalë dhe kishte gjetur paqen. Por jeta nuk pushon kurrë së provuari. Një ditë, Alessandro mori lajmin se kompania e tij po kalonte një krizë financiare. Dikush po përpiqej ta shkatronte. Alessandro zbuloi se një ish partner biznesi po përpiqej ta rënonte. Ai kishte shpërndar gënjeshtra dhe kishte manipuluar kontrata. Do të humbas gjithçka, tha Alessandro një mbrëmje i shkatruar. Jo, tha Liri, do ta luftojmë këtë së bashku, nuk je vetëm më. Ajo ndihmoi Alessandron të hetoj, të mbledh prova dhe të luftoj për drejtësinë. Ishin muaj të vështirë, plot tension dhe frikë. Por së fundmi, e vërteta doli në dritë. Ish partneri u arrestua dhe kompania e Alessandros u shpëtua. Një mëngjes, Liri ndjoi të keq. Ajo shkoi te mjeku dhe mori një lajm që e mbushi me gëzim, ishte shtatzën. Kur ja tha Alessandros, ai e ngriti në ajër dhe rrotulloi. Do të kemi një fëmijë, do të kemi një familje edhe më të madhe. Matteo ishte i lumtur të dëgjonte se do të kishte një vëlla ose motër. 9 muaj më vonë, Liri lindi një vajzë të vogël të bukur, e quajtën Eliza në nder të nënës së Liris. Kur Alessandro e mbajti për herë të parë, qarë nga gëzimi. Ajo është e përsosur. Matteo i puthi motrën e vogël dhe tha, do të jem vëllai më i mirë në botë. Liri dhe Alessandro u shikuan. Beatrice kishte bërë gjëra të këqija, por të gjithë meritonin një mundësi të dytë. Ne të falim, tha Liri, por nuk mund të kthehesh të punosh këtu. E kuptoj, tha Beatrice. Thjesht doja të kisha paqe me veten. Ajo u largua, por këtë herë me një peshë më të lehtë në zemër. Vitet kalonin. Matteo u rrit në një djan të mrekullueshëm, i talentuar në pikturë dhe plot dashuri. Elisa u bë një vajzë e zgjuar dhe e gëzuar. Babai i Lirit jetoi deri në moshën e vjetër, i rrethuar nga dashuria e familjes. Liri dhe Alessandro ndërtuan jo vetëm një familje, por edhe një fondacion për të ndihmuar fëmijët jetim dhe gratë në nevojë, duke u dhënë këtjerve shansin që Liri kishte marrë. Një mbrëmje, ndërsa Liri dhe Alessandro ishin ulur në balkonin e vilës duke shikuar perëndimin e diellit mbi Milano, Alessandro e mori dorën e Lirit. A e di çfarë mendoj? Tha ai. Çfarë? Pyeti Liri. Se ti ishe fati im më i madh, tha Alessandro. Erdhe në jetën time kur isha i humbur, i errët, i ftohtë, dhe ti më dhurove dritë. Liri buzëqeshi. Jo, Alessandro, ti më dhe shansin mua, më dhe një shtëpi, një familje, një qëllim. Ne jam i fati njëri tjetrit. Ai e puthi butë. E vërteta është se ne ishim dy shpirtra të humbur që gjetëm njëri tjetrin. Vite më vonë, kur Liri dhe Alessandro ishin bërë më të vjetër, ata qëndronin në kopshin e vilës, duke shikuar niprit dhe mbesat e tyre duke luajtur. Matteo ishte bërë një piktor i famshëm dhe Elisa ishte bërë një mjeke e suksesshme. Babai i Lirit jetoi deri në moshën e vjetër, i rrethuar nga dashuria e familjes.
Liri dhe Alessandro ndërtuan jo vetëm një familje, por edhe një fondacion për të ndihmuar familjet jetim dhe gratë në nevojë, duke u dhënë të tjerëve shansin që Liri kishte marrë. Një mbrëmje, ndërsa Liri dhe Alessandro ishin ulur në balkonin e vilës, duke shikuar perëndimin e diellit mbi Milano, Alessandro e mori dorën e Lirit. "A e di çfarë mendoj?" tha ai. "Çfarë?" pyeti Liri. "Se ti ishe fati im më i madh," tha Alessandro. "Erdhe në jetën time kur isha i humbur, i errët, i ftohtë, dhe ti më dhurove dritë." Liri buzëqeshi. "Jo, Alessandro. Ti më dhe shansin mua, më dhe një shtëpi, një familje, një qëllim. Ne jemi fati njëri tjetrit. Ai e puthi but?" "E vërteta është se ne ishim dy shpirtra të humbur që gjetëm njëri tjetrin." Vite më vonë, kur Liri dhe Alessandro ishin bërë më të vjetër, ata qëndronin në kopshin e vilës duke parë niprit dhe mbesat e tyre duke luajtur. Mateu ishte bërë një piktor i famshëm dhe Elisa ishte bërë një mjeke e suksesshme. Liri e shikoi Alessandron dhe buzëqeshi. "A i besoi ndonjëherë se do të arrijmë këtu?" "Jo," tha Alessandro. "Por e di një gjë, çdo moment me ty ka qenë i vlefshëm." Ai e përqafoi dhe ata qëndruan atje, duke parë diellin që po perëndonte, duke ditur se kishin ndërtuar diçka të pavdekshme, një dashuri që kishte të i kaluar çdo pengesë, çdo dyshim, çdo frikë. Dhe ndërsa era e butë lëvizte gjethet e pemëve, Liri mendoi për udhëtimin e saj. Nga një fshat i vogël në Shqipëri, në këtë vilë madhështore në Milano, nga një vajzë jetimore, në një grua të dashur, një nën, një grua të fortë. Jeta nuk ishte kurrë e lehtë, por kishte qenë e vlefshme. Dhe kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Vite më vonë, pas vdekjes së Lirit dhe Alessandros, fëmijët e tyre gjetën një letër që Liri kishte shkruar. "Të dashur Mateo dhe Elisa, nëse po lexoni këtë, do të thotë se unë dhe babai juaj nuk jemi më këtu, por dua t'ju lë diçka më të vlefshme se paraja apo pronësia. Dua t'ju lë historinë tonë. Unë erdha në këtë shtëpi si një e huaj, e friksuar dhe e pasigurt, por gjeta dashuri, gjeta qëllim, gjeta familje. Babai juaj më mësoi se dashuria e vërtet nuk varet nga origjina, nga pasuria, nga statusi. Dashuria e vërtet është ajo që ju bën të doni të jeni versioni më i mirë i vetës. Mos harroni kurrë nga ku vini. Mos harroni kurrë që të tjerët mund të kenë nevojë për një shans, ashtu si unë pata. Jepini atyre shansin. Dhe më e rëndësishme, doni njëri tjetrin, sepse në fund, dashuria është e vetmja gjë që mbetet. Me dashuri të përjetshme, mamaja juaj, Liri." Mateo dhe Elisa qarën ndërsa e lexuan letrën, dhe në atë moment vendosën se do të vazhdonin trashëgiminë e prindërve të tyre, duke ndihmuar të tjerët, duke dashur pa kushte dhe duke jetuar me qëllim. Dhe kështu përfundon historia e Lirit dhe Alessandros, një histori dashurie, guximi dhe shprese. Një histori që na mëson se pavarësisht nga prejardhja jon, pavarësisht nga vështirësitë që hasim, ne të gjithë meritojmë dashuri dhe shans. Tani o pyes juve të dashur shikues, a besoni në fuqinë e dashurisë së vërtet? A mendoni se dy njerëz nga botë të ndryshme mund të ndërtojnë diçka të bukur? Shkruani mendimin tuaj në komente. Dhe nëse kjo histori ju preku, shpërndajeni me të tjerët. Ndoshta dikush ka nevojë ta dëgjojë sot. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj udhëtimi. Shihemi në historinë tjetër.